vërtet është njëra ndër sinët më të vështira dhe më të rrezikshme, sidomos për ata të cilët janë vazhdimisht në trafik. Në këtë kohë neve na bie të dëgjojmë shpesh për aksidente të ndryshme, por edhe për dënime apo më mirë të themi për gjoba të cilat shqiptohen nga ana e Policisë së Kosovës, por gjithë ata që nuk respektojnë rregullat e komunikacionit, jo vetëm në këtë si, por edhe në sinë tjera. Neve do të flasim se sa janë duke u respektuar këto rregulla dhe sa ka ndikuar koha në shtimin e aksidenteve, por edhe të gjobave në këtë periudhë kohore të këtij viti, me majorin e Policisë së Kosovës, zotrin Jeton Rexhepi. Zotri Jeton, faleminderit shumë që jeni sot me ne. Mirësëgje. Atëherë, e thash që temperaturat e ulta, ngricat e kanë bërë të vetën. Sidomos kjo 3 javë i pari këtij viti ka qenë një kohë që mund të themi që është karakterizuar me ma të keq, me rrugë të ngrira, me çdo gjë që i ka vështirësuar komunikacionin edhe natyrisht ka ardhur edhe deri tek aksidentet e ndryshme. Më intereson të di sa ka ndikuar kjo kohë në rritjen e numrit të aksidenteve në vendin tonë në këtë periudhë kohore, po flasim. Faleminderit. Mirë, po paraprakisht ju njoftoj që Policia e Kosovës edhe për këtë periudhë kohore ka hartuar, do thotë, dhe ka në fuqi planin operativ se përket masave policore ndaj kundër vajzave dhe njëjtë në kohë bashkëpunimin me institucionet qoftë nivel lokal apo nivel qendror në tejkalimin e shumë problemeve të cilat shfaqen gjatë kësaj sezone. Andaj Policia e Kosovës nga data 15 nëntor do thotë veç paraprakisht ka bërë gjitha njoftimet do thotë për pjesëmarrësit në trafik, që përmes do thotë mediave elektronike, po ato të shkruara dhe komunikata të cilat i ka dërguar. Njëjtë në kohë do thotë ka vazhduar edhe do thotë deri në fund të vitit 2016. Mirë po, me ndryshimin e kushteve atmosferike ta quajmë kur fillon edhe të rreshtat e borës dhe fillon temperaturat do thotë nën zero. Ne poshtu do thotë kemi pas një bashkëpunim ngushtë me Ministrinë e Infrastrukturës, gjithsesi Departamenti për Menaxhimin e Rrugëve, poshtu në disa komuna me do thotë shërbimet komunale ku ka pas nevojë të bashkëpunojnë. Dhe gjitha njësitë do thotë kanë shtuar masat, gjithsesi aktivitetet në parandalimin e shumë do thotë kundërvajtje, po ashtu në parandalimin e shumë mjeteve të cilat nuk janë të përgatitura për sezonin dimëror. Dhe këto kanë qenë disa nga aktivitetet do thotë që janë ndërmarrë nga Policia e Kosovës me qëllim që të ketë sa më pak aksidente, po ashtu edhe persona të lënduar në to, apo edhe persona që mund të humbin jetën. Vazhdonat të cilat i posëdojmë, do thotë për këtë fillim vit, nuk mund të themi që kemi ndonjë shifër në rritje të aksidenteve, qoftë ato me dame me fatalitet, përjashtim ditëve ta quajmë ndryshimet ditës parë kur ka filluar bora. Kjo kohë ka pasur efekt në aksidente. Po ne mund të them bazë temperaturave dhe po ashtu do thotë këtu kushte do thotë nuk krijojnë mundësi për një zhvillim të madh të shpejtësisë, në njëjtën kohë do thotë në disa rrugë ende do thotë vazhdojnë të jenë të ngushtuara ta quajmë në disa segmente rrugore për shkak do thotë që mos mundësisë largimit të borës apo aktit nga rruga. Dhe këto janë disa pika ne quajmë si të pika zeza ku mund ndodhin edhe aksidentet. Mirë po, sa i përket aksidenteve do thotë me fatalitet, në këtë vit deri më sot do thotë nuk kem do thotë asnjë aksident. Kem aksidente me persona të rënduar, kem aksidente me dëme materiale. Mirë, sa po respektojnë rregullat e komunikacionit këtë kohë? Para një javë, mos më shumë, kisha nga klinika emergjente, zotri Mbastri Leliani, dhe më tha që kjo kohë ka ndikuar dukshëm që të na zvoglohet numri pacientëve. A ka ndikuar që të njëjtën kohë të zvoglohet edhe numri gjobave në Policinë e Kosovës? Po, në vetë kushtet do thotë nuk lejojnë shumë... Kuptimi që po ruhemi më shumë. Po vetë vetiu do thotë është një kujdes më i shtuar, do thotë kjo ka qenë kërkesë të gjithë institucioneve, do thotë duke përfshirë Policinë e Kosovës, ka qenë edhe kërkesë të institutit do thotë apo SKUK-s nga doktor Bastriu, do thotë që një kujdes i shtuar edhe ndaj mësuesve, që njëjtën gjë do thotë kemi bërë edhe ne, do thotë që këtë kohë duhet pasur kujdes do thotë edhe shoferët, sidomos në zonë urbane, për shkak se një periudhë kohore do thotë ditë e para nuk ka mundë të pastrohet trotuaret, në njëjtën kohë do thotë shumë qytetarë ndoshta edhe do thotë nuk kanë bërë pastrimin e pjesës para hyrjeve, daljeve të shtëpive apo banesave, do thotë kemi kërkuar që edhe këmbësorët do të kenë një kujdes shtuar, sidomos edhe kur të fillojnë do thotë shkrirja e burrës për shkak krijimit të akullit apo ngrisave në mbrëmje. Dhe kjo ka qenë do thotë një kërkesë e përbashkët thashë gjithë institucioneve që të shtohet një vigjilencë do thotë për gjithë pjesëmarrësit në trafik, me qëllim do thotë tash edhe në fillim që të jetë sa më i vogël numri atyre të lënduarve qoftë si këmbësor, po ashtu numri aksidenteve qoftë me dome apo lëndime, po qoftë ato me fatalitet. Para se të kaloj tek gjoba që janë shqiptuar nga sësëve të makinave, do doja të flasim pak edhe për gjobat që u jepën qytetarëve. Ne shumë herë dim të mos jemi të përgjithshëm dhe
nga njerë mund të shkaktojmë jo vetëm vetës të lashe, por edhe vozicëve, duke kaluar në vende jo të duhura. Ka pasur gjoba në këtë kohë për ata që kanë shkelur rregullat e komunikacionit? Është fjala për qytetarët? Tash qytetarët për në koptoj besoj që i këmësore ki fjale. Këmësoret, pikrisht, këmësoret. Policia Kosovës zakonisht do të thotë përpos që menaxhon me gjithë aksidente, do të thotë mban edhe evidenca dhe analizon për shembull shkaktarët e aksidenteve, qoftë do të thotë faktorët njerëj, avtomjet dhe rrugë. Mund t'ju them që vitin 2015, do të thotë në bazë analizave tona, por flas për vitin 2015, dikun kem pas 50 këmësorë që kanë humbur jetën në trafikun rrugor. Andaj do të thotë ne me nerë përpos si polici, do të thotë kemë ngritë zërin edhe ndaj institucioneve përgjegjëse, do të thotë sidomos ku duhet bënë nën kalime, mbi kalime, apo pjesë ku duhet të ketë trotuar, sinjalizim ndryshues apo diçka tjetër. Dhe ne në 2016 do thotë si Policia e Kosovës do thotë kemi vazhduar nga data do thotë nga janari deri në fund vitit me mosa të quajmë më shtrënguese ndaj këmbësorëve, qoftë ata këmbësorë që nuk kalojnë do thotë vendet ku është vend kalimi për këmbësor, ata këmbësorë që nuk respektojnë sinjalizimin ndryshues semafor në udhkryqe, këmbësorë të cilët do thotë në rrugë magjistrale, sidomos rruga Prishtinë deri në Komran apo deri në Gjorgjic, dhana Sjetës, rruga për Ferizaj dhe rruga për Podujeva apo Merdar, mirë po ka segmente tjera ku është punu. Dhe mund të them që në bazë rezultatit final për vitin 2016 rezulton që numri i aksidenteve ku kanë humbur jetën këmbësorët ka rënë dogshëm, do thotë kemi 25 me pak apo 50%. Do thotë ne konsiderojmë që edhe mosat ta quajmë dëshkuese, gjithsesi njohura si gjobat apo deketat për këmbësorët, në njëjtën kohë do thotë ne kemi shumë materiale do thotë për këmbësorët, të cilët ne rastisht do të morë edhe me veti që është hartuar me dikon 15 mesazhe, do të hartuar dhe gjithë nga Policia e Kosovës, që ka shpërndar sidomos këmbësorëve në zonat të ndryshme, qoftë zona urbane apo edhe zona më të rrezikshme, duke përfshirë edhe rrjetin e korridorit, po ashtu do thotë kalimin në vende ku është ndaluar, sidomos te transporti udhëtarëve dhe shumë vende do të dikon janë 15 mesazhe, qoftë edhe ecën gjatë natës. Thash, kjo ka rezultuar, do thotë që ne do thotë kemi pak këmbësorë të lënduar dhe çdo projekt do thotë është përfshirë do thotë përmes media, po ashtu edhe ligjërimet nuk kanë do thotë nuk kanë. Në fakt për fushatat vetëdijsuese edhe për fushatat që ndërmerr policia në këtë kohë do të flasim pak më vonë, me që dua të mbesim tek tash të quajtur etiketa. Më intereson të di cila ka qenë gjoba që është shqiptuar më së shumti në këtë periudhë kohore. Tani? Tani, po. Po tash zakonisht nga fillimi i janarit e tu. Po nuk mund të themi që një kundërvajtje ka një numër shumë të madh krahasim me shumë kundërvajtje të tjera. Ta zë mungesa e mjeteve dhura për stinën e tij. Zakonisht tani mas jemi edhe sezon dimror do të fokusioni dhe besoj edhe shoferëve do të duhet të jenë të përgatitur. Mirë po ne kemi orientuar do thotë edhe zyrtarët tonë policorë që të kenë kujdes sidomos ku mund paraqitet apo mund të rrezikon pjesëmarrësit të në trafik, me mënyrë që të shmangun aty aksidente, kemi kërkuar që do të kërkohen nga pjesëmarrësit të jenë përgatitur për sezon dimror, që do thotë kanë gomat e dimrit, kanë pajisjet dimrore që në kupton zinxhir dhe kanë pajisjet rezervë apo pajisjet shtesë, sa të kërkohet me lezë dhe me udhëzim ata shoferë që duhet të kenë me vete. Mund të jetë do thotë gjoba për pajisjet dimrore, po ashtu tani vinë gjoba tjera në shumë për rrëp, mirë po edhe këtë kushte do të kemë raste kur do bëhet e kalime shpejtësi, sidomos zonat ku është bërë pastrimi e rrugës, autostrada për vermizë apo pjesa. Edhe këtë kushte bëjnë të kalim shpejtësi. Kushte do të thotë mirë, po tash veç kompanitë kanë bërë atë punën e tyre dhe janë krijuar mundësitë për zhvillim shpejtësisë. Nuk do të thotë që prind këtë rast, mirë, po do të thotë ka edhe kundërvajtje tjera, në çoft për drita, tham për rrëp sigurisë, te kalimet e vendeve të ndaluara, po ashtu në zonë urbane sidomos ende vazhdon të kemë kundërvajtje për parkim të ndaluar, do thotë konfiskim mjetit, bllokim mjetit, po ashtu njëjtën kohë gjoba. E qartë. Nëse flasim me qytete apo rajonet Kosovës, në këtë periudhë kohore, cili ka qenë rajoni që ka marrë më shumë t'i gjoba? Po besoj keni të dhëna, apo ende nuk janë nxjerrur përfundimtarët për këtë kohë? Nuk mund të ketë ndryshime të mëdha edhe në bazë periudhës më hershme, për shkak se ne dimë regjonet cilat kanë edhe numrin e banorëve dhe numrin e automjeteve cilat qarkullojnë në ato regjone. Mirë po duke njoftë do thotë regjoni Prishtinës, bazë numrit të automjeteve, numrit të thotë banorëve, po ashtu numrit të automjeteve dhe qytetarëve tjerë që vinë do thotë qoftë në arsimim, do thotë në edukim, do thotë të kemë shërbimet mjekësore, institucionet qeveritare, mekanizma ndërkombëtar. Dhe rezulton do thotë edhe për shkak numrit të aksidenteve, po edhe numrit gjobave, do thotë Prishtina, jo Shqipërinë krahasim me regjonet tjera, po duke marrë parasysh shumë faktorë, do thotë
është Prishtina, ku edhe më shumë ti do thotë ka kundërvajtje, nashta kemi edhe më shumë ti aksidente, po në njëjtën kohë kemi edhe më shumë gjoba ndaj kundërvajtësve, mirë po duke llogaritur edhe një herë po them gjitha këta faktorë apo do thotë kriteret të cilat vendosen. E qartë. E tani dua të dalë tek fushatat vetëdijsuese. Në fakt, policia e Kosovës në çdo stin ka fushata të ndryshme vetëdijsuese. Do doja të flasim pak për fushatat gjatë stinës së dimrit. Sa po kanë efekt pozitiv? Kuptimin që po ulet numri i aksidenteve, qytetarët po vetëdijsohen për atë se si duhet të sjellemi në rrugë dhe në fakt cilat janë ato parimet kryesore që duhet i respektojmë në këtë kohë. Po, Policia e Kosovës, përpos planit zhvillimor strategjik që ka do thotë 2016-2020, automatizëm do thotë çdo vit ka një plan të veçantë, do thotë për departamente, gjithsesi ne si trafik, do thotë kemi planin veçantë të punës për vitin 2017, dhe mund të themi që ne paraprakisht veç fillim vitit apo në fund vitit 2016 kemi parapar do thotë në bazë analizave cilat projekte duhet të fokusohet Policia e Kosovës me ato mundësi do thotë buxhetore dhe do thotë bashkëpunëtorët qoftë vendor dhe ndërkombëtar të krijojnë do thotë të cilat projekte, qoftë ato përmes spoteve televizive, përmes broshurave, legjerimeve, materiale të ndryshme, qoftë në periudha të ndryshme kohore, deri te organizimi i konferencave të cilat kanë për qëllim do thotë ofrimin e praktikave të shteteve të tjera, qoftë rajonet dhe më gjerë, se çka do thotë edhe policia dhe institucionet tjera mund të bëjnë në parandalim të aksidenteve. Ne jemi duke munduar do thotë që duke parë edhe numrin e avtomjeteve do thotë çdo herë në rritje, po ashtu jemi të vetëdijshëm për numrin e shoferëve në njëjtën kohë do thotë që edhe ai është do thotë çdo vit thuajse është në rritje. Ne po mundohemi që në bazë këtyre faktorëve, në bazë analizave të cilat i punojmë, do thotë të fokusohet projekti në atë ta quajmë fazë apo targetën, qoftë të moshorit apo qoftë të mosharinore apo të nxënësit qoftë parashkollor, do thotë me legjeratat tona, me shpërndarjen e materialit qoftë fluorescencë apo material tjetër të cilët duhet të jetë. Po ashtu do thotë me këto legjerime po mundohemi që nga fillimi do thotë të mësojmë apo të dinë po rregullat e trafikut rrugor dhe porositë ndryshme ligjore të cilat po ndodhin. Tani dihet me ligjin e ri do thotë janë disa rregulla të cilat nuk kanë qenë për komisorët, po ashtu disa rregulla të reja për shoferët dhe përgjegjësit e institucione mbikëqyrëse do thotë në trafikun rrugor. Dhe një pyetje të fundit. Në këtë kohë të ftohtë, unë për vete udhtoj çdo ditë dhe më ka rastisur të shoh shumë policë në rrugë. Sa po e keni vështirë me i përballu këto temperatura kaq të ulta, duke qëndruar në një pikë të vetme që të mbikëqyrni komunikacionin? Po, ne do thotë me policinë njësitë tona do thotë përpos do thotë ne quajmë patrollat lëvizje apo mobile me mjete, po ashtu ndërkohë bën edhe pika të kontrollit të automjeteve. Në Prishtinë gjithsesi është njësia për kryeqytet, e cila punon do thotë me patrollim në këmbë dhe po ashtu njëjtën punë qoftë në rregullim dhe kontrollim trafikut, rregullim të semaforëve, largim mjeteve do thotë që shpesh dinë të parkohen po ashtu në trotare, po edhe në rrugë apo në shëritjen qarkullues dhe policia do thotë edhe në këto kushte do thotë ju e dini që para pak ditëve ke shumë temperaturë diku deri minus 20 dhe policia tonë do thonë të gjithë kanë qenë në detyrë dhe duke punuar që me u ofru siguri dhe qarkullim të lirë të gjithë pjesëmarrësve, qoftë do thotë në cilësi të komisorit apo edhe me mjet gjithsesi shoferit. Po ashtu neve kemi probleme të ndryshme ta quajmë sezonën tjetër ku na pret temperaturat e larta. Ne nëse kemi temperatura dikon në rreth 35 gradë Celsius, ju e dini që temperatura asfaltit dhe arit do të krijojnë një temperaturë më të lartë dhe policia tonë edhe të kushte do thotë punojnë. Janë kushte të rënda, po secili do thotë edhe unë duke përfshirë punoj me vullnet dhe nuk kem ndonjë problem do thotë të theksuam në këto kushte ta quajmë uniforma, pajisjet, çizmet e dimit janë të përshtatshme për këtë periudhë kohore të do thotë vlerësuara praktikisht që ato përballojnë edhe temperaturat. Po ju më kot jeni njëri prej institucioneve më të besueshme në vendin tonë. Mirë, me që jemi këtu po i përshëndesim gjithë policët kudo që janë duke na shikuar, edhe po ju urojmë shumë punë të mbar. Zotri Major, po të falenderoj shumë për kohën që ke gjetur sot për ne, që të flasim për këtë periudhë kohore. Mirë, lajmi mirë që ka që nuk është që kemi edhe aq shumë aksidente të cilat është pritur që do të jetë shumë në këtë kohë. Ne përsëris që deri më sot sa i përket vitit 2017 përpos disa aksidente me lëndime, do të me fatalitet nuk kemi. Ideja dhe qëllimi jonë është do të thotë edhe institucioneve tjera
që të punojmë bashkërisht dhe të mos në ndodhin do të thotë aksidente të tilla. Ne jemi duke munduar do të thotë që të respektojmë disa direktiva qoftë vendore dhe qoftë ndërkombëtare, se përket parandalimit të aksidenteve, sidomos atyre me fatalitet. Po të falenderoj edhe një herë për kohën, uroj që t'ju kemi përsëri në studio me lajme edhe më të mira. Faleminderit edhe nga ana juve.